Pas akuzave të radhës të kandidatëve të Partisë Socialiste për vjedhje votash, kryeministri Edi Rama është angazhuar sërish për të bërë presion që të heqin dorë nga demaskimi i zgjedhjeve. Ka qenë deputetja Blerina Gjulameti që ka akuzuar për manipulimin e votave të saj preferenciale nga kolegët socialist, duke kërkuar edhe hapjen e kutive për verifikimin e votave. Por pas ankesës së Gjulametit, më herët të Julida Dhames dhe deputetëve të tjerë që nuk morën dot mandatin, ka ardhur sërish kërcënimi prerë nga Edi Rama në grupin e zgjedhjeve të Partisë Socialiste. Me anë të një mesazhi, Rama paralajmëronte se askush nuk do të mund t'i humbte fytyrën atij dhe Partisë Socialiste me demaskimin e procesit të 11 majit. Ka marrë njoftime trishtim për disa iniciativa individuale për të kërkuar filmime, rinumërime e ku diun çfarë tjetër për votën preferenciale. Natyrisht që nuk mund të ndaloj askënd të veproj me kokën e vet, por duke qenë se këtu në këtë dritare jemi ende një skuadër dhe unë dua që kështu të mbetemi, do të këshilloja që të mos i hyjet asaj rruge, sepse së pari humbja e një gares duhet të bëhet shkak për të humbur edhe fytyrën. E së fundmi, përfytyrojeni vetë se sa keq do të ndihet kushdo që do t'i hyjë kësaj rruge duke ushqyer qenerin mediatike, kur në fund mali i mbarsur mund të mos pjell asnjë mi. Ndërsa kandidatja Julida Dhame u tërhoq që në paralajmërimin e parë të kryeministrit Edi Rama, sot Blerina Gjulameti ka konfirmuar gjithashtu se është tërhequr nga kërkesa e saj për të hapur kutit, por duke i dërguar edhe një mesazh Ramës. Beteja jonë vazhdon për angazhimet që kjo forcë politike ka marrë, ne nuk bëjmë luftra të vogla, ne bëjmë beteja të mëdha për jetët e njerëzve, as pak për jetët tona. Më herët ka qenë kandidatja Julida Dhame dhe kandidatët të tjerë që ngritën dyshime se kandidatët caktuar socialist po vidhnin votat. Madje një prej akuzave për vjedhje votash me socialistëve solli edhe konflikt fizik në KZ-n e Kasharit, ku pati edhe persona të armatosur që më pas u arrestuan nga policia.